Përshëndetje dashur shikues, mirë se vini në Agora News. Do të flasim mbi aktualitetin politik dhe raportet e politikës me drejtsinë, teksa në gjykatën e posaçme ka nisur procesi ndaj ish-kryeministrit Sali Berisha mbi aferën e privatizimit të Esport Klub Partizani. Ndërkohë, pak ditë më parë, presidenti amerikan Donald Trump firmosi një urdhër ekzekutiv sipas të cilit do të merren masa shtesë apo sanksione kundrejt zyrtarëve apo politikanëve në rajonin e Ballkanit që sfidojnë politikën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Për të folur për gjitha këto ne kemi të ftuar avokatin e njohur Spartak Ngjela. Zoti Ngjela, përshëndetje. Mirëdita. Zoti Ngjela, në optikën tuaj si profesionist dhe njëri i ligjit, si e keni parë procesin e nisur në gjykatën e posaçme ndaj ish-kryeministit Sali Berisha mbi aferën e privatizimit të Esport Klub Partizani? Është gjyqje e rëndësishme. Ka kaluar në gjyq çështja. Ai nuk u paraqit dje. U shtyp për një datë tjetër. Në datën 21 më duket, nuk e di mirë. Dhe kanë frikë. Nuk mund të trajtosh gjykatën kështu, zotëri, kur ke qenë president. Çfarë presidenti ke qenë ti? Çfarë presidenti ke qenë, të lutem? E çdo do të presidentëve që të kesh gjithë organikën teorike të shtetit në konsciencën tënde. Çfarë janë këta? Këta janë kot. Çfarë do them unë? Ja këta keni. Mbajni. Ju vetë zgjidhni. Nuk e u kam zgjedhur unë. Është problemi, më falni, është problemi që këta janë, do të duroni. Pastaj keni parasysh një gjë. Është e rëndë akuza penale për çdo njeri. Jo më për ata që janë delirant, që kanë kuenduar se kanë drejtuar jo Shqipërinë po botën. Është faj tyre. Të shikojmë se që do dali gjyqi. Gjyqi ka filluar, ka kaluar në seancë gjyqësore çështja, por Saliu s'u paraqit. Dhe është naivitet. Po nuk di të mbrohesh, e këtë humbur çështjen. Fakti që nuk shkon të mbrohet, do më thënë s'di të mbrohet. Po avokati, kur jo? Dhe që kanë për avokatët, por një ish president nuk si do të shumë e gjykatën. Kjo të regon që s'ka qenë president. Ka qenë njeri i thjesht i popullit që u bë president, se kështu ishte e vërteta. I dhe njeri i thjesht i popullit, i panjohur, nuk kështë rëse lartë. Edhe u bë president. Dhe kuptohet që ka qenë president sforcato nga halli. Tani të shikojmë se do shkojnë ngjarjet, unë nuk mund të uroj dënimin, se jam avokat, por nuk po shoh që të ketë mbrojtje. Mbrojtje juridike po flas. A tregon mungesa e Berishës në këtë seancë një fobi ndaj sistemit drejtësisë, po të kemi parasysh që në procesin Azem Hajdarit dhe sa i përket edhe asaj që ju keni deklaruar pak ditë më parë që ka ose më saktë i mungojnë cilësitë e i burri shteti. Burri shtetit e u thashën vetëm gjyq. Dhe hyn në histori. Diskutohet. Po je i pafajshëm. Po je i fashëm çon avokatën e merr dënimin dhe ik. Ai që është i pafajshëm shkon në gjyq. Ish president po flasim, që një shtetin. Por këtu presidentët nuk e njohin shtetin, se nuk janë as avokat as jurist. Janë njerëz të thjeshtë të popullit, ju thash, që bëhet president. Marrë fund. Nuk di të mbrohet. Jo se zdi të mbrohet nga intelekti, nga profesioni. Shikojmë se do heci ngjarja më shumë që të themi. Ju si e parashikoni vijimin e këtij procesi dhe a nuk do duhet pak që të merrej me dy dosje të tjera shumë herë më të rëndësishme, siç është ajo e 21 janarit dhe Gërdecit, por është marrë me një dosje, po themi deri diku periferike, siç është kjo e privatizimit të Esport Klub Partizani? Gjykata e ka në dorë atë, pa prova nuk fillon dot. Ato mund të jenë konsciencë popullore, po s'është konsciencë juridike. Spakun zotëri nuk e drejtojmë ne. Mbajeni mend të gjitha. Edhe ekspertët aty janë të huaj.
Por ama po s'janë provat e sakta si marrë ato. Njësoj si në Amerikë, si në Angli. Pra nuk kanë prova që se bëjnë, jo se po tolerojnë Saliun. Mund të thonë sa të duan ata që që kryeministri ka ndodhur kjo, po duhet të kenë prova. Të shikojmë. Është një çështje e ngatruar dhe e gjatë, të shikojmë se si do procedojë. Do flasim vetëm bashkë, do flasim vetëm për ato çështje që janë në gjykatë, ato tjera që marr përsipër unë të diskutoj se Patjetër, ne diskutojmë ato që janë publikisht. Nga ana e tij Berisha ka deklaruar se ky është një proces gjyqësor i montuar politikisht nga kryeministri Edi Rama dhe që dirigjohet prej tij. Ju si mendoni sa dorë mund të ketë Edi Rama në këtë aspekt? Po Edi Rama ka vetë frikë nga spaku. Nuk e keni parë. Edi Rama po t'je problemi që shpëton të këta, kishte shpëtuar Erion Velin. Do të jemi sakt me mua kur bisedoni, ju lutem. Po, patjetër, prandaj jo me fjalë të popullit këtu. Prandaj u referova në deklaratë të tillë. Edhe një herë, lutem, jo me fjalë të popullit. Ai është figurë, atje nuk është vetëm ai ka figurën e dytë partisë të arrestuar si. Po pse kishte në dorë, kishte shpëtuar ata. Dhe jo vetëm kaq, por rrezikohet dhe ai. Po ku e ka ai forcën? E ka forcën se është kryeministër. Ku ndodh forca që është kryeministër, nuk e arrestojnë dot, edhe nëse e kapin në ndonjë vepër, se ai ka 2/3, gati 2/3 të parlamentit. Prandaj është i mbrojtur derisa të ketë parlamentin. Në qoftë se parlamenti shkon me drejtësinë dhe këti hapin çështje penale, është problem tjetër, po duhet të shikojmë, nuk mund të flasim dot me fantazi. Sa rrezikohet Edi Rama në këtë rast, po themi në periudhën post kryeministër, duke qenë se ka dhe një dosje siç është ajo e ish agentit të FBI-s Charles McGonigal? Ja, nuk e di. Nuk mund të them, nuk mund të flas dot jashtë proceseve. Çdo njeri ka mbrojtje. Kur ta di unë se ç'do ndodhi, unë flas për këto që njoh. Patjetër, ne u referohemi atyre që janë publikisht, patjetër. Po në rregull, pra. Ndërkohë SPAK ka zgjatur hetimet për ish-presidentin Ilir Meta dhe ka administruar dhe prova të tjera sipas të cilave Ilir Meta ka përdorur së bashku me Monika Kryemadhin karta bankare online dhe ka bërë blerje deri në 200.000 euro. Ju si e shikoni procesin ndaj Ilir Metës dhe çfarë po ndodh me të që nga një ish-president përfundon një situatë të tillë duke u përballur me drejtësinë? Me drejtësinë, zotri janë përplasur në perëndim njerëz shumë të fuqishëm se Ilir Meta. Drejtësia nuk pyet se kush ke qenë. Mjafton të ketë të provuar që ti ke bërë vepër penale. Në fund, se vetëm një ish kryeministër, vetëm një ish president kanë perëndim burgjeve edhe akuzave penale, ke akoma atje president që kanë 10 vjet janë në proces penal. Kjo është shteti demokratik, zotri. Nuk kemi si komunizmi, që merrni pa prove rrasin brenda. Këta kanë drejtën e mbrojtjes dhe drejta e mbrojtjes ju jep mundësinë e çlirshmërisë, edhe të shtyries gjyqit, edhe të provave të ndryshme, edhe avokati janë shumë gjëra. Ne do shikojmë kur të jepet vendimi dhe të marrë formën e prerë përpara se mund të flas. Po. Ndërkohë, para pak ditësh, presidenti amerikan Donald Trump ka firmosur një urdhër ekzekutiv sipas të cilit do të kenë sanksione ndaj zyrtarëve apo politikanëve të rajonit të Ballkanit Perëndimor që guxojnë të sfidojnë politikën e Shtetit Bashkuar të Amerikës apo që minojnë demokracinë apo shtetin e së drejtës. Ju si e keni lexuar këtë urdhër ekzekutiv të Donald Trumpit? Kanë ligj nivel të lartë ata këtë. Nuk është problemi. Do zbatoj ligjin ai, nuk e ka arbitrare. Po të shikojmë provat. Dhe gjykatën që do t'i hetoj, nuk fritet ashtu. Pra të shohim, ai ka të drejtë të bëjë akuzë, zotri. Pastaj ato i merr një gjykatë. Kur të vjen gjykatë, është t'i shikojmë. Kjo është akuzë dhe nuk i njohim të gjitha, njohim vetëm mënyrën mediatike të komunikimit. Nuk njohim mënyrën faktike të çështjes.
është profesion dhe shkencë. Kur të dali do bisedojmë, nuk mund të bisedojmë dot përpara, me hamendje. Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë zgjatur përmes këtij urdhri emergjencën kombëtare, siç e cilësojnë ata, për Ballkanin Perëndimor, dhe sa efekt do të ketë ky urdhër mbi goditjen e korrupsionit në rajonin e Ballkanit Perëndimor dhe kush mund të jenë ato figura politike që mund goditen, sepse kemi rastin edhe pyetje shumë e komplikuar, ju lutem, unë nuk jam perëndi. Ku ta di unë? Patjetër, në optikën tuaj. Unë flas për ato të cilat janë në shfaqje juridike. Janë për gjykata, nuk flas për ata që investigojnë. Investigimi, domethënë hetimi është sekret. Ku di unë? Ai ditë të tëra, po të shikojmë kur shkojnë gjykat. Gjykata ajo që vendos. Nuk mund të flasim dot përpara. Bëj unë gabimin profesional në funksion të vetes time. A kemi një rol të shtuar të Shtetet Bashkuara të Amerikës me këtë rast në rajonin e Ballkanit dhe konkretisht me Shqipërinë, dhe a jep spakut kjo një nxitje shumë herë më të madhe për të vepruar më tej me dosjet që mund të ketë në ngarkim apo me dosjet tjera që mund të vinë sa i përket goditjes së korrupsionit dhe zyrtarëve të lartë? Shtetet Bashkuara të Amerikës, që duhet të flasim me themel, e kanë domosdoshmëri aleancën me botën shqiptare në Ballkanin Perëndimor. Edhe me Shqipërinë edhe me Kosovë, nuk është vetëm Shqipëria. Dhe për të provuar këtë mund të them që shtetin e dytë shqiptare kanë çliruar ata, Kosovën. Këtë e din gjithë. Dhe ajo që është më e rëndësishme këtu, që kam thënë në 2-3 emisione, po e them edhe yti, është që 4 analistët më të mëdhenj anglosakson të Anglisë, nga 78 deri në 82, rreth kësaj kohe, kanë deklaruar pavarësisht nga njëri tjetri që lufta e tretë botërore shpallet për Kosovën. Luftë botërore ishte ajo, po ç'a ndodhi? Nuk hyri Rusia në luftë. Tha pas në Këshill të Sigurimit, e keni parë? Po. Alla e morën Kosovën. Pra, po të kishte hyrë Rusia, sipas asaj ngarkesës së tyre emocionale slavi me slavin, bota slave, do kishte luftë botërore. Po nuk hyn. Atëherë mori pavarësinë Kosova. Mori pavarësinë Kosova, po ata nuk po heqin dorë. Bëjnë atë, bëjnë tere kanë kot. Nuk kanë çfarë të bëjnë. Do thuash, pyetja do jetë kjo. Pse nuk kanë çfarë të bëjnë? Ajo ka trupa amerikan Kosova brenda. Një sulm kundër Kosovës hap luftë botërore. Është luftë kundër Amerikës. E bën dot njëri sot, e bën dot ndonjë shtet sot, ja. Kështu që Kosova është e sigurt. Kjo është e vërteta e këtij fakti. Se ç'thon ato rusët e slavët e këta serbët për të kaluar veten në brenda opinionit publik që e gënjejnë gjithë ditën, është dëshë tjetër, po e vërteta është që thash unë. Ka trupa amerikan në Kosovë. Pyetja ime që bëj këtu është kjo. Pse i lanë trupat amerikanë në Kosovë? Nuk ju mjaftonte pavarësia e saj që e njohu dhe Këshilli i Sigurimit? Ja, është problemi i rrezikut më mëdhenj. Ja. Madje për të përforcuar pikërisht argumentin që ju sapo parashtruat, para pak ditësh Donald Trump bëri të ditur se Shtetet Bashkuara të Amerikës ndaluan një luftë të mundshme të Serbisë ndaj Kosovës, duke i kërcënuar ata me ndërprerjen e marrëdhënieve tregtare. A tregon kjo se Shtetet Bashkuara të Amerikës i kanë syt vazhdimisht tek faktori shqiptar sa i përket rajonit të Ballkanit, dhe ndryshe nga sa u perceptua në fillim se Donald Trump do të kishte një politikë tërheqje? Shiko, pyetja duhet bërë brenda konceptit tim. Gazetaria të ndjek nuk vjen në pyetje sikur më ke parë për herë të parë. Ja t'ju them, unë e kam analizuar thellësisht që në qoftë se Rusia nuk merr dot Ballkanin Perëndimor, në qoftë se këtu nuk marrin Ballkanin Perëndimor, domethënë rusët, unë vetë luftën me Amerikën në Ballkan, ka marrë vënë. Pse? Se është bota shqiptare në Ballkanin Perëndimor që vendos. Edhe pyetja bëhet, kush e ka botën shqiptare në Ballkanin Perëndimor në aleancë? Shtetet Bashkuara të Amerikës. Marrë vënë.
ajo kuptohet që kishte acarim shumë të madh, por në momentet kur politika amerikane e mori që gjithë botën shqiptare në Ballkanin Perëndimor, të dy shtetet, ata kanë filluar lëshimet. Ke parë Rusin që ka filluar lëshimet. Jo, do bëjmë kjo, do bëjmë ashtu, nuk ka rëndësi fare, por është ajo që u tha shumë pak më parë. 4 analistët më të mëdhej anglo-sakson, anglez, 78 deri në 82, një afërsisht në këtë segment kohor, thanë pavarësisht nga njëri tjetrit të katër që lufta e tretë botërore shpar për Kosovën, luftë botërore ishte ajo, por nuk hyri Rusia. Po, se ishte lufta e parë e NATO-s që kishte bërë ndonjëherë NATO. Po në rregull pra nuk ka rëndësi. Ajo ishte luftë botërore se ke NATO në mes, nuk hyri Rusia. Mori fund çështja. Tani nuk mund ta përsërisim 3 herë këtë. E dyta kjo thash. Vazhdoni, çka kishte? Ndërkohë, ditët e fundit një debat ka plasur, po themi, mes kryeministit Edi Rama dhe deputetit anglez Nigel Farage sa i përket shqiptarëve në Britaninë e Madhe, ku deputeti anglez ka thënë se 1 në 50 shqiptar janë në burgjet e Britanisë Madhe dhe se kryeministi Edi Rama duhet i marrë mbrapsht. Ju si e keni lexuar këtë debat, duke qenë edhe nisur dhe nga kultura juaj anglosaksone në këtë rast? Si e lexoni këtë debat midis Farage dhe Edi Ramës dhe ku qëndron njëri dhe ku qëndron tjetri në këtë lloj përplasje politike, po themi? Gënjeshta nuk janë aq në burgje. Ka statistik? Jeni gazeri pyeteni. Jo, patjetër, po i referon. Dale, të lutem. Pyeteni një gazetari me njëri apo përgjigjen. Është publike. Dihet sa janë burg dhe dihet se sa shqiptar ka atje. Shkutohet fare, gënjeshtër me brirë, por ajo gënjeshtër është në favorin tonë. Pse është në favorin tonë? Sepse në ngërë vlerën e shqiptarëve në funksion të Shtetet Bashkuara të Amerikës. Atëherë të gjithë ata që janë merren me politikën në Amerikë e kuptojnë që kjo është zonë kryesore dhe po e sulmojnë gjitha palët. Po pse tani ka filluar kjo zonë kryesore? Që në Iliri, ta dini, që në konet e Utës është kjo gjendje, midis nesh dhe atyre, midis perendorisë romake dhe neve. Kjo është, dhe kjo ka ngelur gjithkohën e tillë, derisa ka ardhur tani në këtë situatë se askujt nuk ka merrte mendja që mund të dilte një shtet tjetër shqiptar, Kosova. Do thonë ju pse kanë kaq frikë shqiptar, pse slavët kanë kaq tmerr për botën shqiptare në Ballkanin Perëndimor, janë pushtues. Jemi autoktone këtu, apo nuk e dini ju? Jemi autoktone shqiptarët këtu, atje është tmerri tyre. Dhe kush na i provon? Gjua shqipe i tmerron ata. Të gjitha përpjekjet i bën që të zhduke gjua shqipe nga përdorimi ynë, por ja që se bën dot. Edhe Kosova e ruajti, edhe Shqipëria po që e zhvilloi në tutje, gjuhën shqipe, por edhe Makedonia e Veriut. Bile, edhe ajo pjesa shqiptare në Greqi, edhe ajo flet shqip. Pse? Sepse mjetet e komunikimit, televizioni, radio e këto, i kanë bërë më të zhvilluar në gjuhën shqipe, sepse nuk ishin të asimiluar. Cili është, sa shqiptar janë të asimiluar? 35% të popullsisë serbe janë ish katolik shqiptar. Ata janë të asimiluar. Si asimiluan, si i bën nuk e di. Ata janë katolik shqiptar. Ku ka Daci që Daci është, ta dini, është mbiemër i katolikëve shqiptar, se katolicizmi shqiptar ka pas gjithë të zonën që ka sot dhe gjithë zonën deri te Serbia. Por ata e morën dhe e kanë asimiluar. Problem tjetër është një diskutim tjetër që është jashtë këtij emisioni. Vazhdoni. Duke mbetur te replikat mes Farage dhe kryeministit Edi Rama, a ka një hipokrizi, po themi, nga kryeministi Edi Rama duke qenë se pranon emigrantët në një marrëveshje me Italinë që vijnë nga vendet e treta dhe ka refuzuar ato që mund të sillte Britania e Madhe në Shqipëri? Çfarë do sillte Britania e Madhe? Ku ka refuzuar? Kë ka refuzuar? Na thonë. Ka refuzuar kërkesat. Ka refuzuar kërkesat e 3 kryeministrave, siç është shprehur Edi Rama, për të pranuar emigrant që Britania mund t'i sillte në Shqipëri, ashtu siç po ndodh
në marrëveshjen e nënshkruar me Italinë që janë vendosur në kampin e Gjadrit të emigrantët? S'ka mundësi të ato. Pse e ka refuzuar, nuk ka mundësi, atë mundësi ka vetëm. E para kjo. E dyta, ajo qeveria shqiptare nuk di unë, do të më tregoj sa e ka kontratën, sa fiton. Nuk ka humanizëm me Shqipërinë, zotëri. Jemi populli më i goditur në botë në histori, ta dini. Apo keni haruar? Populli më i goditur në histori në Europë. Jemi ne. Do të ishim 25 deri në 30 milionë sot. Na kanë vrarë në shekuj. Tani, sa më duhet më kjo? Nuk më hyn në punë fare. Problemi qëndron që atë politikën e di kryeministri shqiptar, nuk mund dali kundër interesit shqiptar, se do Britania, s'do duhet fare, qoftë Amerika. A shikoni interes shqiptar ai? Po, a shikoni një hakmarrje në thonjza, po themi të Britanisë Madhe, e cila mund të rikthejë në Shqipëri të gjithë të burgosurit shqiptarë që gjenden atje, sa i përket kësaj përplasje që lindi së fundmi, apo kjo është thjesht një retorik politike që përdor Farage për elektoratin e tij në Britaninë e Madhe? Ja, ai mund t'i kthej, po i pranon ti. Është me marrëveshje, zotëri, lere atë shëllëtin. Pa marrëveshje nuk bëhet asgjë, zotëri. Në qoftë se ai e bën pa marrëveshje, unë i dërgoj faturën me miliarda që ta çmend. Dhe e fitoj gjyqin në gjykatë ndërkombëtare që të paguaj 20-30 miliardë euro. U bën edhe gjëra, zotëri. Është ligji që e vepron dhe gjykatat e mëdha. Ka gjykatë ndërkombëtare sot, të dini juve. Po. Prandaj nuk mund të bëhen gjërat aq fesa sa duhet. Do sulmoj Shqipërinë me forcë? Se sulmon do Shqipërinë me forcë, Shqipëria është në NATO. Edhe Kosova që s'është në NATO, kuptohet teorikisht që në NATO është, pse? Sepse mbrohet nga trupat amerikanë që janë brenda Kosovës. Bota shqiptare në Ballkanin Perëndimor është e sigurt. Mbani mend nga unë këtë. Zotin Gjela, a ka një projekt për bashkimin e faktorit shqiptar në një të vetëm, në një të ardhme të afërt apo dhe të largët qoftë në rajonin e Ballkanit? Nga shenja që duken nga lart, nga analiza politike që unë të paktën i kam bërë politikës amerikane për Ballkanin Perëndimor, kuptohet që politika amerikane do bashkim midis dy shteteve shqiptare. Se kërkon që brenda kësaj federate të quajmë, të bashkoj edhe pjesën greke, edhe Maqedoninë e Veriut. Maqedoninë e Veriut mbani mend nga unë është gati për bashkim me Kosovë. Pse? Them unë është gati, sepse pjesën bullgare po e kërkon Bullgaria. Janë bullgarat të tjerë. Maqedonia e Veriut është shtet bullgaro-shqiptar, le të thonë ata e Maqedonës. E dinë ata që janë bullgar. Po. Atëre Bullgaria i kërkon. Do kemi ne një politikë të madhe që ta kuptoj politika shqiptare ose të paktën politika e Kosovës që të marri Maqedoninë e Veriut, pjesë e vetë të Kosovës, nuk e di. Duhen pyetur, unë thash se si është e vërteta. Po në dash të bëhet tani, në dash të bëhet pastaj, kjo nuk ka rëndësi fare, po kjo do bëhet. Kjo do bëhet sepse nuk shkoi kot Rama të fliste në Greqi për Çamërinë. A e dëgjuat? E keni dëgjuar apo jo? Po. Si vetë kryeministri flet për Çamërinë në një vend atje në Greqi. Si vajti nga kokë e tij, kuptohet që kërkohet nga Slovenia. Patjetër, a do ta marrim? Shenjat janë që po. Për sa i përket Maqedonisë së Veriut, ajo është një çështje e cila do ndahet midis shqiptarëve, midis Kosovës edhe shtetit bullgar. Të shohim, varet nga Bullgaria. Nëse Bullgaria ngul këmbë që të marrë pjesën e vet dhe pjesa e saj do të shkojë me Bullgarinë, mbani mend nga unë, Maqedonia e Veriut, pjesa shqiptare e Maqedonisë së Veriut do shkojë me Kosovën. Apo formohet dhe Kosova ishte i madh se Shqipëria. Kjo është në ardhmja jonë. Apo kërkon në këtë rast, pra se ju thatë është superfuqia nga pas, apo kërkon në këtë rast Shtetet Bashkuara të Amerikës për të rivendosur dhe një herë dhe të caktuar kufit aty ku kanë qenë më parë,
sa i përket rajonit të Ballkanit dhe elementit shqiptar? Ja, nuk bëjnë ata ashtu. Nuk kanë fuqi superfuqitar. Janë çështje që ngrihen me marrëveshje dypalëshe dhe me referendum. Ku bëjnë ata ashtu? Se çfarë përshtues janë këta? Jo, Se që patjetër. ditë perandoria osmane është ajo? Patjetër në këtë aspekt. Po jo. Janë gjëra që s'bëhen ashtu ato, bëhen me një sistem shumë të komplikuar dhe shpejt për të folur. Po do kishte tjetër. Zotin Gjela, unë ju falenderoj që ishit në Agora News. Faleminderit gjithashtu, mirupafshim. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.